Nuk e keq kuptojnë. Dakor. Zoti kryetar, atëherë duke qenë se u bë disa herë në mënyrë të përsëritur që unë e kuptoj ngarkesën tuaj, mbase nuk i dëgjoni të gjitha fjalët që thohen foltore, por pak më parë kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste fyu, përveç se gënjeu në gjithë retorikën e tij propagandistike, fyu drejt për drejt deputetët e opozitës, duke përdorur termin nuk jam si këta që lehin, apo nuk jam si raca e këtyre. Kërcënoi deputetin Balliu duke i thënë ta tregoj unë ty, se me ty merrem unë, dhe ndërkohë intimidoi dhe deputet tjerë duke i thënë dikujt mashtrues, dikujt gënjeshtar dhe duke gënjur gjatë gjithë kohës në mënyrë të përsëritur. Kërkoi në zbatim të nenit 65 rregullores dhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të merret masa disiplinore për përjashtimin nga seanca të deputetit Aulan Balla, për fyerje të përsëritur ndaj deputetëve në këtë sallë, ndaj deputetëve të opozitës, dhe kërkoj nga ana juaj ndërprerjen e kësaj seance, marrjen 5 apo 10 minuta pushim për të shqyrtuar pamjet filmike për të parë i ka thënë këto që sapo ju thash unë deputeti Balla apo jo. Dhe të shihni dhe deputetët e opozitës, a ka ndonjë që ka fyer në një koleg këtu apo jo, se gjatë gjithë kohës flitet për fyerje, po ka vetëm një palë që fyen, ka vetëm një palë që gënjen, dhe është kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ndërkohë, për rendin e ditës, në mënyrë të përsëritur ju kemi kërkuar që të mos vinin seancë ku të paraqisni 22 pika në rend dite, pasi është fizikisht e pamundur brenda një seance që ne të kemi një diskutim thelbësor për çdo pikë e cila vjen në rend e ditës. Dhe kjo është një manovër për të kaluar të gjitha projektligjet në momente kur qytetarët nuk e kanë vëmendjen, mos ketë diskutime të qëndësishme për çështjet që vinë dhe shtrohen në këtë sallë të kuvendit dhe qytetarët të mos informohen në mënyrën e duhur. Për sa i përket ligjit për barazinë gjinore, ju kërkoj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të ndryshoni rendin e ditës, të afroni në krye të rendit ditës sotme një ligj kaq të rëndësishëm që prek familjen shqiptare, kodin e familjes dhe prek çdo qytetar që na ndjek ne sot. Këto janë kërkesa konkrete të Partisë Demokratike të grupit parlamentar, për të cilët do doja nga ana juaj të merrni kohën e dur, ti verifikoni. Po e them edhe një herë, në mënyrë të përsëritur, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste del në foltore, linçon, fyen kolegët në këtë sallë. Dhe kjo nuk mund të vazhdojë më. Kështu që ju lutem, në zbatim kërkesës sonë, ndërpri seancën, merr 10 minuta pushim dhe verifiko qëndrimin